atëhere. Kjo nuk është hera e parë që Hasan Zeneli në itin e shtyn me këto letra. Une nuk i bëj këto për ato sene që po mendon ti, edhe që po pretendon ti. Hasan Zeneli, ti je antar i shtapit përgjithshëm. Hasan Zeneli, ju jeni antar i shtapit përgjithshëm, lutem. Që nga viti 2002 nuk ka gazet, nuk ka që ato që ka mujt, që nuk kemi kërku logari, jo logari, po kemi kërku që të sharohet rrëth ti problem. Mirë, vetëm pak du me ta bëllë një pyetje që to. A janë të besueshme që ato letra që ti ki, ku thot për na iti kështu? A janë të besueshme që ato dokumentat, kështu të thoi, za po tham që ti ki, a janë të besueshme që ka për në me diçka të Najt Hasani, në që ato letra? Une po tham po, e ti për me vërtetue. Falem tash. Mundesh me taku. A është e vërtet, nëse ka diçka të vërtet, po, urna. Apo më pret në studio. Qysh apo më pret në studio? Po, urna, unë për mu s'është problem. Apo më pret se po vej me letra ndorë. Me ato letra si ku shka, se ato letra nuk janë besueshme i ndërum. Nuk janë besueshme ato letra. Pa, për pret studio po vibur. Për mu s'është problem. Unë nuk kam kur gjo kunder shehollit që unë me dasht ja kësha ndërprej djallit tem shoqërin Albanit me djallin e Fatmirit Alorin, që janë shok shumë të mirë. E vërtet. Unë nuk kam kur gjo kunder tina djalli ka kaluaj e koha e ka hangër kashtën, sot është krejt diçka tjetër ndryshe, unë e po shpresoj që edhe Zotin Sheholli ka mjaft respekt nga shoqëria tani. Bishpa ku? A pe pret studio se pëllot për studio? Por mu nuk është problem. Bazacan, nëse daj, urda hajnë në studio, se pëllot unë e pret studio. S'është problem për ata. Nëse daj... Letë shkon Fatmiri, kur shkon Fatmiri vjone edhe ballafaqohemi në studio, unë edhe ti, më gazetarë dhe shohëm, a janë ato originale, janë falsifikume. Ja, vetëm pak, a mundesh, më falë, o Inderum, Hasan, apo më dëgjon. Unë e deshta me dalë të qikja në qëto dokumentat tua, nëse janë besueshme që tua, të ka e besueshme pra ti ku ja ke puth Danicës dorën, pra. Apo kuptan? Ja, nuk është e besueshme, adin për çka nuk është e besueshme ti. Po ku të të besuar që ty në përdesa në vitin 1997, kur ti po pretendon që to jenë kostypura me maqinë. E ki parasysh. Dhe jo mënyrë kompjuterike. Ky po pretendon që ti i ki tash me kompjuter shkruane, basa asat. Po pra, dhe në atë kohë s'ka posë janë kompjuter. me qëllim caktun këto të shtypura, këto letra me qëllim caktun nga ish prokurori i Slobodan Miloševićit që qyti kanë shumë dorë. Që to moja merë më se harra. Se që ato letra që ti i ki nuk është shumë zërë, hinë Google i gjanë ato, që ato i jenë edhe në Google, se di sa po më kuptan. Po këto jenë bo me qëllim caktun, o Inderum Zeneli. Apo më kuptan ku përdu me dalë. Këto e ka me qëllime caktu me, ti i antari shtapit përgjithshëm, ti nuk u të mos fillë këtë formë, mos o më në mi emitu në Zimblacën, por rri si Hasan Zeneli, si luftetari liris, si antar i shtapit përgjithshëm, si antar i grupës qetës flapit, dhe rri dinitaz, e di që ki hale, ki preokupime për shda dit, po maje vetën më sëllësha vetën burë. Maje vetën, se je antar i shtapit përgjithshëm. Unë veç një po du me ju thonë, që absolutikisht nuk kam asni halla dhe asni breng, se unë me jetën e përditshme shumë mirë ballafaqohem. A mundesh më argumentu që ti si ke kërku parën Najt Hasanit për qëtë punë? Je më mi shantazhu. Po, qysh të argumentoj? Po. Qysh të argumentoj? Atëherë argumentoj pro përmes Jakub Ismailit. A Jakupi Gjallo? Nëse u po shpifi, nëse ti me në qërë po shpifi diçka, mund është po më qurë në prokurori për dënëndësëm, s'ka problem. Ja, unë e prokurori se kam njët me që kërkan. Ja, nëse ti me në qërë, po të shpifi diçka, urna që këki prokurorin. Pra, ta kish parasysh, nëse dënë më me ta cek edhe kafe, ku ke pi kafe ti me Jakupin, unë më kam një tavolin mes. Edhe ke bërtit nuk e cek i kafen.
Po kjo ti po dhunë se dal, kjo po dal. Cila? Ja, s'po dan, s'po Apo thot dal që pas po. sa më ta cej kafën a ju. Po marrë qysh jo? Po thot. Cilën kafe? Në kafeterinë Nero në Olpion. Po që atë rrio në Olpion me Jakubin për dit. E thonë që ato rri edhe më ka rastis biseta jote se ishe ka nervoz Hasan Zeneli, sa shmu ishe bërtitëshe. Në ashtë atë shkujtoj se ke folim dhe fosë, po ishte fjallë, më me ti argumentu që shdush. Dhe gjo, unë me bërtit bërtash, mu i me bërtit. Unë me... Jo, ishe konim dhe fosën, Hasan Zeneli, jam konim dhe fosën, a din për çka? A për din për çka? Jo, nuk e di të edhin. Se po shpefni ju gazetarë të Bubazhelit. Ja, shumë gato. Ja, argumentoj që është dushke. Ose ti të shmeshu për shpef. Nëse thot Jakub Ismaili, su ka që shtonë në ty të kam parës. Që është dush? Qas që thot? Nëse thot Jakub Ismaili, s'ka thonë Hasan Zeneli, që shtonë që ka dush? So një ko që të kumni. Tavolina në mes e këna Qa më keni, qka më keni? Ti së është të vërtet që më keni? Që kom lipu në këna pare, se që lipu në këna pare kur? Veç pak, a ke thonë, a ke thonë, unë e si ka mas 200 euro në kartelin e bankës teme, e këta ka milionat. A ke thonë që shtu? A ke thonë, i kam që tu krejt në telefon, ke thonë, i kam krejt që tu, kam jam zirë tonë dhe ranë, kam jam bo publike, kam jam bo në kështu. A ke thonë që kë Dibran Fylli është duke jetu me qira. A ke thonë? Tu nga ti. A përshet që nuk ja full të katën. Hasan Zeneli, je antar i shtabit përgjithshëm. O nderum, je antar i shtabit përgjithshëm. Je antar i grupës Sjetës Llapit. Mosëm të regom mu kur antar jam. Po ti të regom mu kur po më takon mu e me i po letra. Jo. Ato letra i ku po në internet jam pra Hasan. Po që ke foto, jo. Po për zotën e më to. Po jeni dënu ju, po jeni gjyku ju, shty pora me maqinjen ko. Nuk je kom njërë kompjuterike se kur ta në kohë moderne. Po, me maqinjen, krejt letrat me maqinjen. Po, nuk janë me maqinjen, janë njërë kompjuterike të shkrumne. Vesh nga në diçka. Nëse qëto letra janë të dyshuara, falsifikuara diçka, unë e baj përgjërësi. Ti nuk mund të bëj përgjithësi se ti s'ke punuar gjyqtar, as duke ka ekipe gjyqtare sa të. As duke ka e prokurorisë. Ty ti ka marrë shat Millaki ti ka marrë ato dokumenta. O i nderuar Hasan, që ti po duhet ta dalën. Ti ka marrë shat Millaki. Në qëllim saktum ti ka dhënë. Po pra. Por çdo do ti ka. A je e dishëm çaj të fut, mas pari. Ke shtyje, pas asa. Po, qysh jo, dëgjoni pak, mos e bëni hallakam sikur zhobat në poshtë mos më marr vesh kur kush ka po flitet. Hajde, okay. Po de? Hajde, na fal, u bo. Unë i kam